Nderuar miq, do të flasim për konfliktin në lindjen e mesme që ka rinisur sërish pas sulmit të Shtetet Bashkuara në koordinim me Izraelin ndaj Iranit. Teherani është përgjigjur jo vetëm ndaj Izraelit, por edhe vendeve të tjera të gjirit. Raketa ka lëshuar në Dubai, në Katar, në Jordani dhe vende të tjera, duke futur në një spirale që vështirë se mund të mbyllet së shpejti. Por për më shumë për situatën në Izrael, ne do të shkojmë atje për të folur me zotin Gjeri Berberi, që kemi folur sërish, por më përpara në nisje të konfliktit të parë. Gjeq, përshëndetje dhe shpresoj që të jeni familjarisht atje. Faleminderit, mirë mbrëma. Po, mirë jemi. Ju më pyes për situatën tani, më thoni ju sepse sirenat atje nuk pushojnë. Sirenat nuk pushojnë, çdo 5 minuta ka val të reja e raketash që lëshohen nga Irani. Marrim udhëzime nga portali i emergjencave kombëtare këtu në Izrael. Marrim udhëzime për se si duhet veprojnë njerëzit. Njerëz nuk lëvizin vetëm përveç rasteve urgjente. Pra rrugët janë të boshatisura prej mëngjesit. Po. Ja, nuk lëvizin, njerëzit shmangen lëvizjeve kohë, domethënë shtesë për qef nuk ka më. Jemi që gjithë jemi të udhëzuar, domethënë të rrim brenda nëpër shtëpia. Pra qyteti jeni? Unë jam në qytetin Ra'anana, afër Tel Avivit. Po situata në të gjithë Izraelin është në këtë lloj gatishmërie. Jo, gjithandej, në gjithë Izraelin jemi në gatishmëri, jemi gati gatishmëri, se janë predha, janë raketa që hidhen edhe. Ka që kanë goditur objektivat apo janë bllokuar nga aerodromi, nga Kopole hekur? Jo, kanë rënë po pjesë nga raketat të shpërthyme në ajër dhe copa hekuri kanë rënë nëpër makina, nëpër balkone shtëpiash edhe vende të ndryshme, po që nuk kam dëgjuar nëpër lajme këtu, nuk kam dëgjuar që ka raste që ka njerëz që janë dëmtuar nga raketat. Pra deri tani, sipas informacioneve mediatike, pra burimeve zyrtare dhe nga qeveria, nuk ka të vdekur apo të plagosur në Izrael. Jo, nuk ka as plagosur, të dëmtuar, mbase ka dëmtuar nga ata që vrapojnë nga nxitimi që të futen nëpër vendet e mbrojtura, por që jo, nuk ka pasur raste, edhe raketa nuk kanë rënë për momentin tokë, domethënë nuk kanë prekur vendbanime njerëzish. Gjeq, si është ndërtuar sistemi sigurisë aty? Sepse pak më parë më tha që po erdhi sirena, u futa në atë mini bunkerin, pra dhomën e sigurisë. Pra është ky portali, siç ta thash edhe çfarë, portali i emergjencës kombëtare këtu në Izrael, që çdo shtetës izraelit e kemi këtë në telefon. Edhe marrim alarmin, domethënë marrim lajmin që për pak minuta ose për disa minuta duhet jemi afër vendeve të mbrojtura, afër bunkereve, më thënë. Çdo shtëpi ka këtë dhomën e sigurisë. Çdo shtëpi në pallatet e reja shumica, se ka pallate ndërtesa të vjetra që nuk janë që të gjitha me dhoma sigurie, si i thonë, por që janë me bunkeret, pallatet e vjetra ka shumë pallate që janë të vjetra në Tel Aviv, për shembull, që njerëzit zbresin nëpër bunker, ka bunker çdo pallat, që nën toksor, që të gjithë banorët e pallateve mblidhen atje dhe presin derisa të marrin prap lajmin domethënë që mund dalim nga bunkeret ose vendet e sigurisë, dhomat e sigurisë. Pritshmëri ndryshe nga hera e kaluar janë që diçka që këtë radhë mund të vazhdojë më gjatë. Për më gjatë atë nuk e di asnjëri se sa mund të vazhdoj, po që është më e rrezikshme se dihet që Irani është fuqi ndryshe nga Gaza, nga forcat e Hamasit, forcat terroriste të Hamasit që luftonin. Nuk kanë fuqinë që ka Irani, edhe pra jemi akoma më të kujdesshëm, mundohemi të jemi më të kujdesshëm, më afër vendeve të sigurisë. Kjo është gjithë kujdesshmëria jonë, është të jemi afër dhomave të sigurisë ose bunkerëve. Po sipas informacioneve aty, analistë, opinionistë, ndoshta mund të kemi edhe reagim të vendeve të tjera të gjirit kundër Iranit, pasi edhe ato janë sulmuar. Me sa kuptoj unë këtu nuk ka vende të tjera që janë të interesume të kundërvijën Iranit.
përveç Amerikës që ka arsyet e veta dhe Izrael që ka arsyet e veta se regjimi mysliman i atyre është që çfarosi komplet Izraelin, edhe tani duhet bërë një ndryshim kjo gjendje, se edhe kështu nuk jetohet dot me frikë se mos e të dalin nëpër Europë se ka njerëz që mund të mendojnë ndryshe nga ne, ose mund të besojnë ndryshe nga ne, edhe kjo është një nga ato, po që një arsye domethënë për ne që pse duhet vendoset edhe si tip rregulli, si thon, vendoset kush është bosi. Pa u vendosur kush është bosi, në gjykimin tuaj nuk ka të ardhme të sigurt aty. Po, nuk ka të ardhme sigurt, ja fillun prap sirenat, edhe në këtë moment që ne po flasim. Nëse ju duhet të largoheni, mund të largoheni. Unë duhet të largohem se nuk është aq zgjut. Duhet jesh për jashtë se janë raketa. Jeni mirë. Gjëj faleminderit. Me gjithë qetë. Mirupafshim.